rikthyer me këshillat e Teutës. Teuta Maçi është me ne, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Faleminderit si gjithmonë që je këtu. Teuta Maçi, farmaciste e cila është gjithmonë gati për të dhënë një grup këshillash për një problematikë të caktuar. Dhe sot do të ndalemi tek dhimbja e veshit, por në këtë rast e shkaktuar nga bllokimi nga dylli, apo jo? Po, nga Sepse ka dylli. disa lloje dhimbjesh ose problematikash të kësaj natyre. Po, dhimbja e veshit është diçka që ne hasim shpesh në praktikë në farmacisë dhe normalisht mund të shkaktohet nga infeksionet, mund të shkaktohet nga ndryshimi i presioneve, mund të shkaktohet nga alergjit, pra ka arsye të ndryshme pse na dhëm veshi. Një nga shkaqet më ose le të themi një nga kërkesat më të shpeshta që vijnë në farmaci është se si ti pastrojmë veshët në mënyrë të tillë që mos na bllokohen, edhe për çështje higjiene, për çështje pastërtie, për të ndier mirë me veten, por edhe sepse bllokimi i tyre mund të japi mungesë në dëgjim, paksim në dëgjim dhe sigurisht nëse bëhet shumë problematike edhe dhimbje. Tani, pastrimi i veshëve që bëhet në kushte shtëpiake, po themi, secili për atë higjienën e tij personale. Një gjë që e kam mësuar tani më dhe mendoj se një pjesë e mirë e din, pavarësisht se ka nga ata që gabojnë, është të mos përdorim ato që ne i quajmë shkopi i veshit me pambuk. Punjat e veshëve. Tani, unë nuk e di se sa vërtet ne e realizojmë, se unë vete para jam ajo që e prish rregullin, por këshilla është që këto kunjat e veshëve të mos përdoren për të vendosur thellë në kanalin e veshit. Pra nuk është se nuk duhet të përdoren fare, por nuk duhet të përdoren në brendësi të kanalit të veshit, sepse aty bëjnë që dylli praktikisht të shtyhet më tej, më thellë në vesh dhe të fillojë ato bllokimin duke gradualisht. Veshi ka një aftësi vetë pastruese, le të themi, dylli që prodhohet në kanalin e veshit, prodhohet në mënyrë të tillë që dylli i ri, si thua, vendos atë të vjetrin së bashku me qelizat e vdekura dhe normalisht ai vetë largohet dhe neve mjafton të pastrojmë pjesën e jashtme dhe këto kunja janë bërë për të pastruar pjesën e jashtme të veshit dhe jo të brendshme në mënyrë që ta mbajmë veshin të pastër, sepse dylli duhet të dimë që ka një funksion. Pra, fakti që prodhohet në trupin tonë do të thotë që është i dobishëm, për ndryshe natyra nuk do ta lejonte prodhimin e tij. Dylli prodhohet sepse duhet të mbaj larg papastërtitë, duhet të mbaj larg mikrobet, duhet të krijojë një stres ku mos të lejojë ujin të depërtojë, kështu që në këtë mënyrë nuk lejon që veshi të infektohet dhe neve të qëndrojmë të shëndetshëm duke e hequr, duke e pastruar dyllin me këto kunja, përveç se që e shtym dyllin më thellë në kanalin e veshit, bëjmë që edhe veshi vetë të prodhojë më shumë dyll, sepse duke u pastruar, duke u vetë pastruar dihet, është si puna e lëkurës që ne kur e lajm shpesh lëkura fillon edhe prodhon më shumë yndyrë. Në fakt dylli i veshit sigurisht ka të njëjtin funksion, aq më tepër që edhe gjëndrat e yndyrës gjenden edhe në veshin tonë dhe këto prodhojnë atë yndyrën dhe së bashku me proteinat e tjera normalisht. Po si do të jetë atëherë kujdesi personal për pastrimin e veshëve? Cila do të ishte më korrekte? Më korrektja do të ishte që normalisht siç lajmë të gjithë trupin, ashtu të lajmë të pastrojmë edhe veshët normalisht me ujë me sapun në pjesën e jashtme. Pikërisht dhe atë pjesën e jashtme neve ta fshim me me peshqirin personal. Ndërkohë, pjesa e brendshme e veshit, në momentin që ka një mbingarkesë, pra kemi shumë dyll të krijuar, sepse ka persona që prodhojnë më shumë dyll se të tjerët, ose ka persona që kanalet e veshëve i kanë të ngushta dhe mund t'ju krijohet, le të themi mund t'ju bllokohen më shpesh veshët, atëherë ka disa mjete, të cilat ka disa produkte të cilat mund të përdoren në kushtet e shtëpisë për të pastruar veshin edhe për të hequr se mund të larguar atë dyllin e tepërt, por duhet kemi parasysh që këto produkte duhet të përdoren vetëm në kushtet kur ne jemi të sigurt që nuk kemi dhimbje veshi, nuk kemi infeksion, nuk kemi çarje të daullës së veshit, pra do të përdoren nga ata persona që janë të shëndetshëm dhe duan që ta mirëmbajnë veshin. Të gjithë personat që kanë problematika me veshin, duke përfshirë këtu dhe dhimbjen, sigurisht duhet marrin një herë këshillën e mjekut otorinolaringolog se si duhet ta mirëmbajnë atë. Kurse personat që janë të shëndetshëm dhe s'kan asnjëherë mua nuk më dhëm asnjëherë veshi, për shembull, nuk kam asnjë problem, por do dua të pastroj veshin, atëherë kemi disa mundësi për të bërë pastrim. Një nga mënyrat më të shpeshta është vaji i glicerinës, vaji i vazelinës, pra një nga mënyrat më të shpeshta që përdoret edhe më të rekomanduara është vaji i parafinës ose i vazelinës, siç i quajmë neve, grad farmaceutike, pra të pastra, ose glicerina vegetale. Këto janë
forma të lëngshme, të cilat me anë të një pikatoreje mund të hidhen në vesh, mund të lihen për disa minuta të veprojnë, 5 deri në 10 minuta, dhe më pas të lejohet duke e lëvizur pa kokën në mënyrë të tillë që të dali se thuash ai vaj parafinës apo i vazelinës dhe të fshihet, mund të lahet pastaj edhe me ujë me sapunë dhe të fshihet me kujdes. Pjesa jashtme. Pjesa jashtme dhe pjesa e brendshme gjithmonë mund të merret dhe mund të bëhet praktikisht një, si thuash, diçka e tillë, sa për ta fshirë kanalin e brendshëm të veshit, pra jo duke e shtyrë me ato kunjat. Ndërkohë, nëse kemi dyll të akumuluar dhe duam të bëjmë një pastrim, një nga mënyrat që rekomandohet është uji oksigjenuar dhe unë mendova që ta tregonim live sot. Je dakord? Je gati? Uji oksigjenuar bëhet në këtë mënyrë, merret pak pambuk për pastrimin e dyllit të veshit dhe ky pambuku normalisht ngopet, si të thuash, me ose ta bëjmë këtu me ujë të oksigjenuar. Është shumë e thjeshtë, nëse sapo e kemi hapur shishen. Po, duhet lagur pambukun në mënyrë të tillë që kur të vendoset në vesh, të pikoj brenda në vesh. Dhe do bëj unë tani të ty këtë gjë? Po të duash, ose unë e bëj edhe vetë, duhet sigurisht të merret një peshqir, neve nuk kishim një peshqir, dhe e vendosim pambukun në mënyrë të tillë brenda në vesh, që të lejoj ato pikat të bien brenda në kanalin e veshit. Nuk të shkakton asnjë lloj shqetësimi ndërkohë? Asnjë lloj shqetësimi. Dhe nuk bëjmë asnjë dëm? Asnjë dëm. Në rregull. Lihet këtu. Po. Dhe është shumë interesante se pas disa minutash do të shihni që uji oksigjenuar krijon ato si bulza ajri, edhe dëgjon një zhurmë të vogël brenda veshit tënd, shumë e këndshme. Dhe duhet të rish një 5 minutësh në këtë mënyrë. Shumë mirë. Derisa të fillosh të dëgjosh pikërisht që ato bulsa të vogla që po veprojnë, po veprojnë pikërisht. Dhe pastaj sigurisht nuk do rrim 10 minuta me këtë në vesh. Tani jo, po. Do ta heqim. Normalisht, ajo që mund të bëjmë pas këtij veprimi është që me një shering me ujë fiziologjik mund të bëjmë një shplarje të veshit. Këtë gjë mund ta bëjmë edhe pasi kemi lënë pikat e vajit të glicerinës apo parafinës apo që bëm përzierjen, vazelinë dhe... Jo së bashku. Glicerina është... Jo, nuk i përziem. Glicerina mund të përdoret më vete. është një nga produktet që mund të përdoret për pastrimin e dyllit të veshit. Po. Vaj i vazelinës apo i parafinës mund të përdoret më vete. Mund të merren në farmacisë. Jo mund, po duhet të merren në farmacisë, sepse duhet të jenë cilësi shumë e mirë, nuk duhet të kenë papastërti, duhet të jenë normalisht gradë farmaceutike e pastër dhe me anë të një pikatori mund të hidhen në vesh, të lejohen të veprojnë aty për disa minuta që të zbusin dyllin dhe më pas përmes ujit të jo ujit të oksigjenuar, ujit fiziologjik me një shering të thjesht mund të tërhiqet dhe mund të bëhet shplarja e veshit dhe në këtë mënyrë shplahet dylli, pastrohet dylli. Po, në rastin e pastrimit me ujin fiziologjik, i cili aplikohej pra edhe nëse bëjmë pikat e njërit variant apo tjetrës, mund të përdoret edhe edhe me pasi ujin oksigjenuar, përdoret ai, tani do ketë një sasi fikse të caktuar për shplarjen apo? Një shplarje 5 ml, 10 ml, si ta ndjej vetë personi, që ta ndjej dhe thjesht qëndron në një pozicion të caktuar? Kjo nuk bëhet për personat që nuk duhet fusin ujë në vesh, që mjeku i ka thënë që nuk duhet të vendosin ujë në vesh, sigurisht kjo bëhet për ata persona siç tham, të cilët nuk kanë probleme as pak me dhimbjen e veshit apo me sëmundjet e tij, dhe kështu që pasi bëhet shplarje e hidhet uji praktikisht në vesh, të nuk e tregojmë dot me anë të sheringës, duhet të kthesh kokën në mënyrë të tillë duke lëvizur pak llapën e veshit, ti bën që uji të dalë nga kanali, të bjerë dhe pastaj të pastrohet dhe të fshihet. Është kaq e thjeshtë. Edhe nëse është një individ që ka, po themi, prodhim shumë të lartë të dyllit, sepse ka, po themi, variacione të ndryshme. Edhe në ata mund të bëjnë vetë këtë pastrim? Sidomos ata persona, përgjithsisht dylli fillon të prodhohet më shumë në moshën mbi 50-55 vjeç, personat që kanë shumë qime në vesh, ata prodhojnë goxha më shumë dyll, ose aty mund të bllokohet edhe më lehtë dhe veshi dhe sigurisht personat me prodhim
Më të shse është njësoj si që është lëkura i ndryshme me lëkurën e thatë. Dikush prodhon më shumë, dikush prodhon më pak. Kështu që personat të cilët kanë më shumë prodhim të dyllit në vesh, duhet të bëjnë pastrime më të shpeshta, më të rregullta në mënyrë që të mos le të themi mbivendoset. Ajo që unë gjithashtu do doja të thosha janë këto konet, të cilat janë goxha të përhapura dhe të kërkuara. Në fakt studimet shkencore tregojnë që nuk kanë rezultat dhe për më tepër kanë rrezikshmërinë sepse këtyre ju vihet flaka. Nëse ti kishe frikë ujin e oksigjenuar në vesh, duhet të shohësh konin që vendoset në vesh, i cili pasi vendoset këtu i vendoset flaka dhe praktikisht ajo flaka zbret deri në fund, sa bën shkrirjen e dyllit dhe mundson që vakumi së bashku me temperaturën të bëjë që dylli të dalë më lehtë. Por, si që thamë, ka rrezik shumë të madh djegje dhe ndërkohë nuk ka rezultatin e duhur. Kështu që këshilla do të ishte të evitohen konet të tilla të dyllit për pastrimin e veshëve. Interesante. Këto pastaj janë? Po, këto janë pika, siç është vaji i parafinës, ka edhe pika të gatshme, me vajra të ndryshëm të cilët janë të përzier, dhe që mund të blihen në farmaci për të zbutur atë dyllin. Pra dhe kjo mund të bëhet për përdorim të përditshëm, pra mund të hidhen pika për ditë, ose në formë sprej. Unë i preferoj vetë në formë sprej, po sigurisht ai sprej krijon një lloj ndjesie në vesh që jo të gjithë e kanë qejf, sepse krijon një si ndjesi pak, ndoshta jo dhimbje, po si ngarkesë pikërisht, kështu që pikat mund të jenë pak më të buta edhe për fëmijët e vegjël. Por ajo sigurisht bën që të shkrihet dylli dhe të pastrohet më lehtësisht. Kështu që keni pika të gatshme në farmaci për pastrimin e veshëve ose solucione të tilla që mund të merren edhe mund të përdoren në kushte të shtëpisë për një kohë të gjatë, me një kosto të ulët. Kur nuk është rezultative, atëherë duhet të shkohet te oroloja patjetër. Po. E kupton gjithmonë individi lehtësisht që e ka bllokimin nga dylli apo mund edhe ta ngatrojë? Jo, bllokimi mund të vijë nga shumë arsye. Bllokimi mund të vijë edhe pasi ke udhëtuar me avion si pasojë e ndryshimit të ajrit. Bllokimi mund të vijë si pasojë e ngarkesave virale që shkaktohen pas virozave që ne kalojmë, ngarkesave me sekrecione, ngarkesat nga alergjitë, sepse praktikisht ne e dimë shumë mirë që hundat dhe veshët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe sekrecionet që krijohen mund të mbeten nëse nuk pastrohen, nëse nuk shplahen, mund të mbeten në kanalet që lidhin hundën me veshën dhe këto mund të bëjnë që të rritet presioni, të japin ndjesi, edhe dëgjimin ndonjëherë mund të preket, sigurisht ajo ndjesia e gumzhimës në vesh mund shkaktohet, pra zhurmë në vesh siç e quajmë ndryshe, pra jo gjithmonë bllokimi. Ne arrim ta kuptojmë që vjen nga bllokimi prej dyllit, për shembull pasi dalim nga dushi, sepse ajri i ngrohtë, temperatura e ngrohtë dhe avulli bën që dylli të bymehet, mund të mbetet edhe ujë në kanalin e veshit dhe për shembull pasi ke notuar apo pasi ke dal nga dushi dhe e kupton që bllokimi të ka ndodhur pikërisht në ato momente, atëherë ti e di që ky bllokim vjen ose si pasojë e ujit të mbetur në kanalin e veshit, ose si pasojë e dyllit, e cili ka ardhur dhe është bymyer si pasojë e efektit të ujit në vesh. Bukuri. Në vijat përgjithshme, pra kjo ishte sa i përket kujdesit për pastrimin e veshëve nga bllokimi që shkaktohet prej dyllit. Natyrisht kur problematika është reale, sepse në këtë rast ne po flasim për një përkujdesje, jo për një sëmundje të veshit. Po, pikërisht. Në ato raste direkt te mjeku. Sidomos kur dhimbja është e brendshme, duhet kemi parasysh që kur dhimbja është e brendshme mund të kemi infeksione të veshit të mesëm dhe nëse dhimbja të vjen nga thellësia dhe nëse ke temperaturë, për shembull, nëse ke marrje mendsh, ato janë arsye për të vajtur te mjeku otorinolaringolog, pra te mjeku që kontrollon veshin. Nëse dhimbja është e jashtme, sigurisht që mund të jetë një infeksion i veshit të jashtëm që i quajmë, të lëkurës të kanalit të veshit, më pak e rrezikshme se dhimbja kur vjen nga brenda, gjithsesi do kontroll, por nëse të rrihet veshi, edhe ajo është arsye gjithmonë për të shkuar te doktori, se mund të çardha ullja, mund të kemi bërë me infeksion. Në qoftë se kemi një bllokim gradual pa shumë dhimbje, atëherë duhen pastruar veshët. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Kënaqësi shumë. Do të bëjmë shkëputjen e radhës publicitare. Kur të kthehemi, do të jemi me Krisanti Kalojerin për horoskop, po do të flasim pak edhe për librat sot. Disa sugjerime sipas shenjës së horoskopit do të ishte interesante, pse jo. Takohemi pas pak.